kush beson në botën tjetër, është prej të dashurëve të Allahut. Një prej argumentave që Allahu do fort është besosh se ka botë tjetër. Ai që nuk beson në botën tjetër nuk është i dashur i Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu këtë botë ja jep atyre që i do dhe atyre që nuk i don. Ndërsa imanin dhe besimin në botën tjetër, Allahu nuk ja jep vetëm sa atyre njerëzve që i don. Për këtë arsye, nëse ta ka dhënë Allahu këtë fat, këtë mirësi, këtë bekim, pra besimin në botën tjetër, ti duhet ndjehesh shumë mirë. Je prej të dashurëve të Allahut. Je pasha Zotin, je prej të dashurëve të Allahut. E nëse njëri nuk e ka këtë gjë, nuk është prej të dashurëve të Allahut. Sepse Zoti xhelalu e ka lidhur, si më thënë, dashurinë e tij me dy gjëra. Adhurimin e tij, një, dhe besimin se ka botë tjetër, dy. Kush ka njërin po s'ka tjetër, nuk është i dashur i Allahut. Pra kush beson se ka botë tjetër, po sa adhuron Allahun, si bën dobi. Kush adhuron Allahun po s'ka botë tjetër, besimin në botë tjetër, nuk i bën dobi. Kështu që në momentin që Allahu xhelalu ka fut ke ky grupi atyre që besojnë Zotin e botën tjetër, do të thotë se ti je prej dashurëve të Allahut.